Mira Pelegrin nga e gjithë Shqipëria, por dhe jashtë kufive, po ngjiten çdo të marrë drejt kishës së shëndohet në Kodrat e Laçit, në kuadër të pelegrinazhit të 13 martave. Krahas fluksit të lartë të besimtarëve, pranë vendit të shenjtë, është ngritur dhe një qendër shëndetësore për t'u ardhur në ndihmë qytetarëve në çdo rast emergjence. Mjek, infermier dhe specialistë të shërbimit shëndetësor janë në gatishmëri të plotë të pajisur me medikamentet e nevojshme, ndërsa një autoambulancë qëndron 24 orë pranë kishës për çdo ndërhyrje të menjëhershme. Nga personeli i bluzave të bardha bëhet me dije se ky shërbim ka sjellë një impakt pozitiv për pelegrinët, duke garantuar siguri dhe ndihmë të shpejtë mjekësore gjatë zhvillimit të pelegrinazhit. Sipas tyre, qendra shëndetësore do të vijojë të funksionojë edhe pas përfundimit të pelegrinazhit të 13 martave, gjatë sezonit veror, në zbatim të urdhrit të Ministrisë së Shëndetësisë. Edhe pelegrinët e konsiderojnë të domosdoshëm këtë shërbim, sidomos për shkak të numrit të madh të besimtarëve që vizitojnë çdo javë kishën e shëndohet. Prania e shërbimit shëndetësor pranë vendit të shenjtë shihet si një mbështetje e rëndësishme për besimtarët, duke garantuar kujdes dhe siguri përgjatë një prej pelegrinazheve më të mëdha fetare në vend.